Me qëra fjala, ndërkohë që po presi personazh vinë në studio, sa po ka ardhur nga festivali i VTSH në fakt, dhe vjen sonte për të na kënduar këtu live. Këngë sa po ka kënduar atje te gjysmë ka festivali, është një miku im i vjetër dhe i këtij emisioni, do e them emrin tani, është duke vënë mikrofonin. Ilir, mos u mërzit qofse ndërpresim her pas here bisedën bashk, sepse në këtë emision jemi mësuar. Ky është momenti i para se të kaloj zoja zotrin te Ilir Kulla dhe Romela Begaj për historinë e dopingut. Menjëherë pasi shqiptarët dolën kampion bote. Romela që kemi këtu doli kampion bote në peshqritje dhe dy sportistë tjerë do më thuash ti Ilir, do bëjmë një shkëputje të vogël e dio, dhe do ikim të bëjmë urgjent një xhiro në këto momente tek Aza Electronics le dio. Ku je le dio? Ikim të Aza le dio, të Aza, bravo. Nami në Aza Electronics dhe zotrin. Një festival i vërtet ofertash me qindra artikuj deri në 50% ulje. Duke filluar nga nesër, nga 27 dhjetori nga nesër, deri në datën 31 dhjetor, është koha të provoni shijen e një super oferte në Aza Electronics. Duke blerë një TV Samsung 32 polsh, LED High Definition me 30% super skonto, që e gjeni nga 43.900 lekë që ishte, tani e kapni vetëm për 31.900 lekë të Aza e papare. Ose për shumë një lavatrice Bosch, 7 kg, Gjermane sigurisht, 7 kg, 1.000 giro, klasi A me 3 pluse, me 20% super skonto nga 69.900 lekë që ishte, tani e kapni me 23.900 lekë e papare. Fshes korrenti e kapni të Aza Electronics, fshes korrenti, DCG 220 ose 2200 watt. Depozit plastike me 50% super skonto nga 10.900 lekë vetëm. Mund të kapni tani vetëm për 5.490 lekë. Super nami të Aza Electronics në zotëri që e kapni fix poshtë mbi kalimit pas dhe shkoni të IKEA, që gjë e madhe me xhame papare. E me gjëra fjara, dua të përshëndes Grand Dental Ledio. Grand Dental Hospital, të rreth rrotullimi Zogu Zir, spitali par dentar, mi madh në Tiranë, hapur për ju 24 orë, 24 orë, ofron të gjitha shërbimet me çmime të arsyeshme, teknikat më të avancuara, bashkëore dhe staf të specializuar, dhe licencuar në universitetet më prestigjioze të botës. Grand Dental me rastin e festave të fundvitit, ju dhuron ekzaminim oral dhe grafin panoramike zonja zotërin, buzëqeshja rilind në Grand Dental, 069 95 55 555, shnoni këtë numër se ku i dihet dhe ju duhet. Grand Dental Hospital është të rreth rrotullimi Zogu të Zi, shpara e thjeshtë. Që të nxini dhëmbët. Me gjëra fjala, falenderojmë jashtëmase Mure Besni zonja zotërin, të dyqan mobiljesh që ofron këto momente deri në 25% ulje si për mallin gjendje dhe ato me porozime rastin e festave të fundvitit. Mure Bes me një eksperiencë 20 vjeçare në treg ekskluzivit sa prej fabrikave më prestigjioze italiane si Form Italia Group, Lamborghini, Samuele Mazza, Formeti dhe shumë tjera. Ofron mundësi zgjidhje për gjitha shijet e klientëve moderne, klasike, kontemporane, çmime të arsyeshme në raport me cilësinë. Ofron mobilimin e vila, apartamenteve, zyrave, hoteleve dhe restoranteve. Realizon kompletimimin e vilave me dritare Druri Mure Besti, Dritare Druri, 2 herë parkete mobilim total, madje u çon në Itali e të shkoni vetë në fabrikë. Adresa është fare e thjeshtë, bulevardi Gjeq Fishtan, Unas, Zbret poshtë. Është një kastrat atje para të shkosh vllai me shigjeta, 300 metra, pa feudjatha se e kastrat atje. Mure Best is the best. Dhe për ta falenderuar me plot gojë Nat Club Shqiponja Ledio. Stripi i parë në Shqipëri, për herë të parë në Shqipëri, i vetmi i vërteti dhe i përreshëm me një siguritet për të lartë. Street Night Club Shqiponja, i hapur çdo natë nga ora 22 me më shumë se 15 striptiste të huaja dhe shqiptare, që shoqërojnë çdo tavolina çdo natë. Te sheshi Wilson ai. Sa skret. Përballë postës numër 8. Kujdes, nuk lejohet hyrja në moshën 18 vjeç. Club Night Shqiponja, Strip 2 në Durrës gjithashtu. Dhe lagja 13 në plazh përballë postës e Gurudha.
I papare, për t'i dhe u goce donin punoni të tubi, të mini një super rock me step për sigurit lartë, kontakton në Facebook Ana Geti 17. Ana, me 2 në, Geti 17. Është menaxherje dhe stiliste papar e Night Club Shqipojës, Përfitoni tani këto ditë fundat të vitit, në ditët e fundit të vitit 2014, po shkuat e Night Club Shqipojës me shoqërinë, po do kënaqeni, do bëni një qef të papar, gocat janë super të lezetshme, këtë se në YouTube. Radhëgjuar historinë e kësaj peshngritse që kemi në studio dhe që ka fituar që u bë kampione bote në peshngritje vetëm pak ditë më parë në Dhe është kampione bote vetëm pak ditë më parë në Kazakistan. Unë ftoj në studio i personazhi i cili më vjen sapo më ka ardhur nga festivali i RTSH-s ta dëgjoj këtë histori. Ai vjen sonte për provuar këngën i sapo e këndoi atje vetëm pak orë më parë. Kënga quhet Të vran bukuri. Se kisha menduar do njerë që të këndonte, a ishte një super aktor, të gjithë e njofin, unë e dua shumë. është i papar, është një aktor, është një gjë komplet tjetër ai. Do këndonte në festival dhe ka shumë gjasa, po të duam ne, do më thënë jo unë, po ne të gjithë bashkë, po të votojmë, që ai të fitoj festivalin e RTSH-s dhe të shkojnë në Eurovision. Super, po. Enver Petrovci! Her name is Tina. Tina. Bambina. Tina. Tina. Bambina. I love the girl, she's the girl, Tina, her name is Tina. Enver, falenderi që më erdhe. Ky është kostumi që me cilën ti performove sot këngën te festivali i RTSH-s apo jo? Po. Po pse është një pistë Enver, këmisha e zezë të gjitha këto është pjesë e fabulës? Po. Fantastike. Të vran bukuri quhet kënga. Po. Të marrni vesh pas pak se pse Enver Petrovci vendosi të këndojë në festival, dhe pse vendosi të këndojë këtë këngë, kush e ka bërë të këngë dhe a ka një histori nga mbrapa kjo këngë apo jo? Lidhje ka me Akademinë e Arteve kjo këngë, e cila Akademi e Arteve e cila nuk është më tani apo jo? Jo, nuk është. Nuk është s'bet fjalë për teatrin e babës. Edhe jo nuk është. Edhe ajo nuk është. Po kjo këngë i dedikohet Akademisë së Arteve që nuk është më. Po. Edhe teatrit. Edhe teatrit babës. Bukur shumë. Do dëgjoni pas pak. Do dëgjoni Enver Petrovci që kënduar është i papare. Enver, me qëra fjala, të ka murur në mes të miseve se e meriton. Tash me i vrej. Vërtet? Vërtet, po. Sa të lezetshme janë. Janë pekorçe. Janë miset pekorçe, Enver. Si mi është... Mis Korça 2014, që quhet Greta. Mirë. Giulia, kush është Giulia? Giulia kështë e papa. Giulia që është shoqëruesja e parë e misit Enver, kjo që keti në Kratë Djath. Dhe tjetra më tutje është shoqëruesja e dytë e misit që quhet Lorena, shkurt Lori. Opa. Vështirë është. Vështirë është. Taksirate ke Enver, do durosh pak. Ke fut këtu. Me qëllim. Si do t'ja dalë nuk e di. Me qëllim, i solli Albana. Aja, po më lakmoni ju? Sigurisht që po. Unë vete po. Enver, të erdi keq, nuk e di këtë gjuhë lajmin apo jo, se ke qenë me festivalin, të erdi keq Romela Beka e sapo fitoi. Po, jo, e di. E ke dëgjuar historinë? Po, si jo. Edhe besoj që është diçka e rregulluar, nuk e besoj se... Asu se besoj? Tanët, që është e palogjikshme me bë. Po pra? Kur ndodh analiza, se është dikush e ka bënë ndonjë dallaver, jam i sigurt. Po ndërkohë si ishte, duhet ta themi këtë për transparencë publiku të Ilirës, se të di që unë jam gazetar profesionist, testi A dhe testi B, apo vetëm testi A, nuk e di për testin B, doli pozitiv, Romela, apo jo? Ja, ta fillojmë që unë kam qenë prezent, në me thënë dhe... Jo, dakor, po, le ta themi këtë gjë. Le ta themi gjithë dhe pasaj, të themi pjesën tonë. Romela e ka bërë testin dhe Romela mund të shkruaj. Më thuaj Romela, testi A doli pozitiv? Nuk mund të quhet pozitiv. Jo? Në letra shkruhet pozitiv, po se çfarë është përbërja, dhe me thënë, unë kam qenë prezent. Shkohen në Gjermani në koloninë më të madhe në Kol. Atje bëra testin B. E njëjta substancë është edhe A-ja dhe të B-ja. Po me një ndryshim, që dhe A-ja dhe B-ja kishte një lloj masë aq të vogël,
Se në fakt, në peshngritjen e botës është përcaktuar 1 milion. Në qoftë se ti kalon 1 milion e 10, quhesh e kapur. A, dakord. Unë e kisha 10, nga 1 milion unë e kisha 10, dhe më Si ka thënë. mundësi? Atë, në fakt, të doktorat në Gjermani, që janë specialistë për të punë, më thanë që Romela ti e klirën, je e pastër. Po këto substanca mund të merren nga mishi, nga perimat, që nga këto kote, A, nga arsye të tjera? në arsye të tjera, sepse mishi për shembull mund të futet testosteron ose shumë lloj ilaçesh për zhvillimin e masës muskulare ose mishit sa më shpejt. Dhe perimet, domethënë, njëkohësisht ashtu. Domethënë, kjo substancë mund merret nga ushqimi. Dhe kjo domethënë Se publiku e një rëndon me idenë e hormoneve brenda produkteve ushqimore që ne marrim. Po sigurisht, të gjithë jemi dopuar në një farë mënyre, me ato që ham, apo jo? Në një farë mënyre. Edhe në fakt ato thanë, edhe unë për shembull të shkoj të bëj një kontroll dhe edhe mua të mund të dalë kjo lloj substancë që të ka dalë ty. Po pra. Nuk mund të quaj e kapur. Megjithatë, unë kam panelin që është përpara Federatës Botërore. Do paraqitem atje, nuk është Panelin dëgjimor. dëgjimor. Kur e ke Romela? Nuk është vendosur akoma. Ndërkohë medalin e ke si kampionat Medalin e botës. kam edhe Është Deri në medalje. shkallën e fundit përfundimtar. Dhe në shkallën e fundit. atje do dëgjohet, domethënë çfarë unë provash kam, si do mbrohem, dhe si ka qenë historia ime, dhe çfarë përfundimesh dori nga Gjermania, nga testi që u bë nga BE-ja, më pas do merret vendimi. Dhe në qoftë se sigurisht në qoftë se del përsëri dhe ajo përgjigje pozitiv, unë jam e gatshme të shkoj në KAS, ku Që janë do të thotë? është gjykata më e madhe sportive. Dakord, në KAS, po. Dhe atje kam thënë dhe do ta them publikisht, jam gatshme të jap ADN-n time, që ADN-ja nuk ka të drejtë të shkojë çdo kush dhe mund të nxjerrë në trupin e një njeriu që çfarë ke pirë gjatë një viti. Dakord. Dhe e dyta Pra me është ADN del kjo. Po, dhe e dyta është që jap dhe gjakun tim. Më kam bërë dhe thirrje edhe shtetit shqiptar dhe kushdo tjetër, më marrin si jam tani, kudo që t'jem, më çojnë në laborator, më bëjnë të gjitha testet, se unë nuk e kam përdorur atë lloj substance. Ledio e ka gati. Për gjitha që se kam parë, Ledio, kemi Romela duke ngritur shtankën, apo jo? Dhe në fakt Ja, Romela, një sekund, se të dua ta shohim për gjitha që se kanë parë do të momentin kur Romela u shpall kampione bote në Kazakistan, vetëm pak ditë më parë, apo jo, sa ka 2 javë, 3 javë. Një muaj më parë. Një muaj më parë, ja shikoni, Ledio ka gati. Ledio jep ta shohim Romela. No way. That's I don't think she's, I don't know, I saw movement in that elbow. She's going to celebrate. I mean, whether she gets it or not, it is so impressive. Going for 113. That puts her into gold medal position, Yes. ahead of Goracheva at the moment because she's lighter on body weight. This will take him ahead of Zhong into first. That lockout on the right arm It's okay. should be okay. Just one reply left then from the Chinese. He's got it. Go on. That And is unbelievable lifting from a man that is not even European champion. Bravo! Bravo të papari! Romela Beka dhe 2 kolegët e saj, që vetëm një muaj më parë u shpallën kampion bote në Kazakistan dhe Azudri, në kompetacionin botëror të peshngritjes të papari. A Romela? Edhe kur shoh këto pamje, me të vërtetë, unë kam shumë vite. Starti im ka qenë në 2005. Medalja broncit për 3 muaj se vi në lojë mesetare. Medalja e dytë botërore që unë sjell në Shqipëri dhe kam ngritur flamurin shqiptar në arenë ndërkombëtare është në Paris në 2011. Mora medaljen e broncit. Kjo është për herë të parë që Shqipëria për një femër del kampione bote. E papar. Megjithatë, unë jam një femër, them, që ndryshova një mentalitet, domethënë krejtësisht nga mentaliteti shqiptarëve. Thash që edhe femrat mund të bëjnë një sport burrëror. Po sigurisht. Dhe unë e tregova këtë. E papar. Jam krenari që kam ngritur flamurin, pavarësisht që ka pas dhe shumë pelekomika dhe shumë gjëra për mua. Megjithatë, them që gjithë këto vite sport që kam bërë, kam ardhur me sakrificë, me mund, me gjak, me bukë dhe pa bukë. Dhe Me bukë dhe pa bukë, po e vërtet është kjo. E këta kanë vuajtur shumë Shqipëri, ej. Dhe vazhdojmë të vuajmë. Vazhdojnë. Them që nuk e kam përdorur sepse kam 10 vite karrierë dhe nuk kam luajtur mend që ta përdor këtë. Po më thoshte Iliri kur pim kafe para emisionit,
Po më thoshe, është e pamundur që një sportist, së mos në këtu lloj sportesh, të dopohet para kompeticionit, se dihet që do t'i dali. Kur është në zonë medaljesh, që e ka të sigurt që do jetë zonë medaljesh. Romela i e pa parë. Unë e bindur që historia jote do të përfundoj e bardh, jo e zezë. Ndërkohë Ilir, më shpjego shpejt ti si gazetar që je përveç tjera, dhe pse sonte nuk vjen si gazetar, vjen si zëvendës presidenti i peshqngritjes, i Federatës Peshqngritjes, sepse presidenti quhet Elez Gjoza, ju e patë që me Daniel Godelli. Elezi që bravo që bërtiste atje. Ilir, ç'është kjo histori? Ma thuj si ditë ta tregosh, si ditë ti ta tregosh këtë histori. Kjo është një histori suksesi në kushte shumë të vështira të një grupi të rinj peshqngritës për herë të parë me një kampion bote në 2 garësh Daniel Godellin dhe në shkputje dhe për herë të parë me një kampion e bote femër për Shqipërinë. Unë do t'jap vetëm një dhënë Çani për të kuptuar se çfarë është ky sukses dhe çfarë tronditje jep në arenën ndërkombëtare sportive. Kina, që është kampioni e botës, ka 3 milion trajner, sa që kemi në banor. 3 milion trajner. Tani, imagjinoni ju Romela Begaj, e cila konkuronte në stilin e shkputjes ku del kampion e botës, me 12 sportistët të tjera që ishin pak a shumë në mbi pesh, nën pesh dhe i ka mundur në atë lloj gare dhe unë atë kam 2 emocione që i kaloj emocionin e fitores së Romelës, se unë isha në tribunë dhe bashkë me presidentin Gjozaj dhe bërtisnin për Shqipërinë dhe për Romelën, dhe momentin kur Daniel Godelli del kampion bote dhe ne ishim me gjithë pjesën tjetër të ekipit, që edhe rusët cilët ishin kundër kinezëve, edhe italianët, edhe grekët ishin pro ekipit shqiptar dhe bënin tifozllëk në Kazakistan për Shqipërinë. Është një ngjarje e cila nuk ka gjuhë emocionale për të rrëfyer dhe cila i ka bërë krenar me të drejtë të gjithë shqiptarët. Tani çfarë ndodh? Sikundër të... Më thoni tani çfarë fshihet nga gjithë historia e dopingut, a mund të më thoni? Unë mendoj që gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është të presim deri në fund drejtësinë sportive, sepse sikundër Kjo është një gjë, më thoni një procesin. Procesi është shumë i thjeshtë. Të gjithë... Ti e beson që Romela për shumë mund të këtë marrë gjithë bashkë me çunat? Jo, unë nuk e besoj, se po ta besoja nuk do isha këtu me Romela. Përkundër. Po atëherë si shpjegohet pas? Unë edhe të kam shpjeguar që... Është rastësi nga ushqimi që thotë Romela apo dikush e ka bërë, mos është sabotim nga jashtë. Unë mendoj që ne kemi të bëjmë me një kurth. Është kurth? Është një lojë shumë më gjerë. Po. E luetur nga kush? Nuk mund të vë gishtin tani, koha do ta zbardh. Pse është akuzuar miku im Luan Shabani që i ka servitur Romenën dhe çunat, që është në Greqi? Besoj që është keq kuptim, nuk ka pasur një akuzë ndaj Luan Shabanit. Media filloi të artikulonte këtë gjë. Media ka thënë shumë budallëqe këto kohë. Dakor. Përfshi edhe faktin që nuk ka pasur durim të pres dhe nuk ka akoma durim të pres edhe ato që është procesi normal i drejtësisë sportive, siç po ndodh me futbollin, me kombëtaren tonë në Serbi, pra jemi gjithë të duruar të presim deri në shkallën përfundimtare. Në rastin e një zonje, një vajze, një motre si punë e Romelës edhe një djalit ton, një vllai ton si punë e Daniel Godellit që na bën krenar para gjithë botës, nuk ka durim dhe gjë e parë që bën sulmon. Do të dali, kjo histori është çështje kohe, juve ju kujtohet. Në fakt nuk është se ka sulmuar. Thjesht mundur shpesh. Ka sulmuar në mënyrë shumë tegër sepse është një gjë e pamerituar ky sulm. Në raste të tjera ka ndodhur raste të tjera, për shembull mund t'ju jap Azerbajxhani është shkrirë, janë kapur 30 sportistë Azerbajxhanit në një moment me doping dhe shkrirë ekipi kombëtar. Njëjtin fat ka pas Turqia. Domethënë, ne jemi një federatë e vogël me një numër relativisht të vogël sportistësh. Kryesisht ata janë sportistë janë stërvitur vetë duke bërë sakrifica familjare në kohë shumë të vështira, nuk janë në kohët që kemi bërë në sport unë, Akili, Elez Gjoza, Morën Berisha e tjerë që shteti e mbështet sportin e peshqngritjes fuqimisht për atë kohë që ekzistonte. Unë mund t'ju bëj ju që të reflektoni në raport me çfarë kushte stërviten këta sportistë sot. Palestra e ekipit kombëtar që ndodhet. Vazhdon akoma palestra Kutër Çameti. Tek Kemal Stafa është palestra histori po. Që ça shiu bie jashtë hyn brenda, pavarësisht domethënë sforcave që janë kërkuar të bëhen, dhe ekipi është kërkuar të çohet me kërkesën e sportistëve dhe me kërkesën e disa trajnerëve dhe me kërkesën, le të themi, edhe të një lloj publiku që ka peshqngritja, për kushte më të mira stërvitje në Greqi, ku natyrisht një talent i madh i këtij sporti që është rritur, stërvitur dhe bërë sportist në Shqipëri, kampion bote dhe trajner i mirë, kampion olimpik, siç është Luan Shabani, ka qenë i gatshëm që të bëhet pjesë e kësaj sakrifice. Për hir të vërtetës, unë edhe presidenti Gjoza nuk kemi qenë dakord që kjo shkonte, por përballë vullnetit të gjithë ekipit dhe përballë faktit që nuk mund t'japësh kushte më të mira realisht në Shqipëri në këtë moment, është
është rënë dakord që të shkohet. Ajo që është perceptuar më shumë si sulm ndaj Luan Shabanit, le të themi ka qenë një moment refleksioni ndaj përgjegjësive, sepse sikundër ndan suksesin dhe kur gjithë ekipi është kthyer nga Kazakistani, është lëvduar me 10 herë Luan Shabani për punën e madhe dhe të mirë që ka bërë, ashtu bien pikë pyetje në momentin që ndodh një ngjarje, që ndodhin akuza, siç janë akuzat e dopingut, për të thënë a ka përgjegjësi apo jo ky trajner. Po a ka realisht përgjegjësi Luani? Luani ka përgjegjësi sa që kemi edhe në të tjerët nëse ndodh ndonjë gjë, por mu mund t'ju them që koha do të nxjerrë përgjegjësit dhe koha do të vërë gishtin në plag, sepse do të dëshmoj realisht çfarë ka ndodhur. Unë mund t'ju them që para se të akuzojmë, ne duhet të reflektojmë raport me atë çka janë sportistët tanë. Romela është medaliste për shumë vitesh, e përmendni vetë, medalja e parë në 2005. Po dhe ndihma, më fal që po ndërhyj, dhe ndihma domethënë gjithë këtyre medaljeve, plus trajneri tim Gazmend Aksani ka qenë i pari Luan Shabani që ka hap dyert për mua. Jo vetëm për mua dhe për gjithë sportistët shqiptarë, domethënë që ka hap dyert. Ma ka thënë Luani në fakt, kur kam takuar. Unë kam gati 5 vjet që punoj me Luan Shabanin. Dhe gjithmonë një sportist në nivelet e larta, rezultatet merren, po mbas rezultatet mund të kesh çdo gjë, mund pritet çdo gjë. Pastaj Daniel Godelli ka marrë medaljen e parë në 2006, ne jemi në 2014, është vetëm 22-23 vjeç, pra ka 8 vjet që vetëm sjell medalje Shqipërisë. Lejoni t'ju kujtoj Arjan që para 2 vitesh, me shumë pak para dhe në kushte shumë të vështira, ne kemi organizuar kampionatin evropian të peshngritjes në Tiranë për herë të parë në këto nivele në Shqipëri, dhe Daniel Godelli është shpallur kampion e Europe. Lejoni t'ju kujtoj që këtë vit është shpallur kampion e Europe dhe është kampion e Europe është Erkan Qerime, një tjetër sportist me shumë emër dhe shumë i fortë në këtë sport. Pra, ne kemi një numër të rinj, një numër sportistësh, të cilët janë kapitali real njerëzor dhe sportiv që Shqipëria ka krijuar dhe këta janë të gjithë Shqipërisë, nuk janë vetëm të vetes, nuk janë vetëm të federatës. Ama duhet të reflektojmë një gjë, sa kushton, sa mund, sa lodhje, sa sakrificë kushton për të krijuar një sportist dhe për të çuar në këto nivele. Prandaj, unë besoj që ne duhet t'i japim një mbështetje, jo vetëm morale, po dhe juridike dhe një angazhim të jashtëzakonshëm sportistëve tanë për të kërkuar të drejtën sportive dhe për ta zbardhur atë çka me të drejtën Ver Petrovci tha, që unë besoj që është këtu mbrapa kemi një kurth. Megjithatë këtë kohë do ta zbardhim. Ne nuk kemi në gjendje të akuzojmë, por po kërkojmë atë çka është e drejta jonë dhe e drejta e sportistëve, po kërkojmë ndihmë, mbështetje dhe përkraje për ta zbardhur këtë proces deri në fund, sepse Romela Begaj dhe Daniel Godelli e meritojnë. Po Ilir, për ta mbyllur. Të thash, duhet mbështetje dhe përkraje sepse sportistët tanë. Ilir, ne takohemi prapë apo jo? Në këtë emision se do ta ndjekim këtë çështje bashkë. Patjetër. Ndërkohë Romela fjalë e fundit nga ty para se ja fjalën Ilir dhe pas të këndoj Petrovci këngën e tij, për cilën ka arrusonte. Romela jam kurioz ta di. Cila është prova jote në fakt kur të vi momenti? Prova jote që do nxjerrin shesh të vërtetën. Përveç ADN-s dhe gjakut. Po, Arjan, unë duhet bëj dhe një thirrje, një falënderim Federatës Botërore dhe Presidentit Federatës Botërore, Thomas Sajan. Që është në Hungari apo jo? Po, në Hungari. Ai më ka ndjekur dhe ka qenë, domethënë, pranishëm jo vetëm për mua, për gjithë sportistët në botë. Më ka vënë dhe medaljet. I kërkoj publikisht që për hir të rezultateve dhe këtyre viteve punë, që unë kam një karrierë 10 vjeçare, nuk mund ta hedh poshtë për një moment dhe në fund karrierës time dhe kjo është një çmenduri. I kërkoj që të zbardhet e drejta dhe të m'japi atë që antarkohë dhe djersën timi që kam punuar Ne gjithë do të vetë. kemi 2 kampionë Kush e ka në dorë të zbardhur? Kjo është domethënë Kjo si e ka emrin kjo organizmi? Duhet sqaroj një gjë, janë 2 organizma. Një organizm është WADA, që është Agjencia Botërore Antidoping, dhe një organizm tjetër është Federata Ndërkombëtare e Peshngritjes, e cila udhëhiqet nga Thomas Sajan, një kampion i jashtëzakonshëm i këtij sporti, një drejtues hungares, një zotëri prej 75 vitesh, një drejtues i jashtëzakonshëm i këtij sporti në 45 vitet e fundit. Kjo është kravata e Federatës Botërore. Kjo është kravata e Federatës që ke veshur sot i ditë, a? Edhe kjo është e Federatës Europiane. Cila hiqe pak dorën, hiqe dorën? Kjo këtu. Dakor. Stema. Po, stema e Federatës Europiane. Dhe Thomas Sajani është vërtet legjenda e këtij sporti, legjenda e gjallë e këtij sporti. Dhe me drejt Romela ju referua autoritetit më të madh moral që ka ky sport. Dhe për ta mbyllur me pak fjalë i them. Për ta mbyllur tani më se do vish prapë Romela. Do vazhdojmë me këtë. Kjo histori që s'lihet kështu. Me të vërtet, sido që të dali dhe të jetë historia ime, unë do ballafaqohem jo para mediave, po gjithë para popullit tim, do t'i ulem dhe do t'i tregoj të vërtetën ball hapur, pa frikë sepse Romela është e pastër.
Unë se vën dyshim të gjë. Dua të kitje për Romelën, ej. E pa pa. A se vën dyshim të gjë. Për ta mbyllur Pastor, para se të bësh bekimin për Krishtlindjen dhe për vitin e ri që vjen tani. Përpara, me që më theu di fjalë me që ke qenë shok i Ilirit po. peshngritës. Jo, ta kujtojmë se tani vin njerëz të tjerë që se dëgjuan. Absolutisht po. Ti Pastor ke qenë peshngritës bashkë me Ilirin në një ekip. Në vitet 88, 89, me ekipin e trimit Partizanit, me një profesor Ka qenë mirë Ilir, ka qenë mirë Pastori? Fantastik. Shumë mirë ka qenë. Akil Pano i fafar. Me Tole Shaqirin, një giganti i profesori Edhe shumë presidenti Gjoza ka qenë rekordmen dhe kampion me Partizan. Ka qenë me Partizan dhe shumë sportistë tjerë. Po Ilir Meta? Ka qenë në një klub tjetër. Dakord. Po unë do thoya këtë i dashur Arjan, marr shkas nga ky moment në anë të Romelës, do thoya që Romela pikërisht tani ndodhet në majën e karrierës së saj sportive. Ha pra bekoja pastor. Dhe jeta një sportisti elitar në këto nivele, karriera e tij sportive në këto maja nuk është shumë e gjatë. Dhe janë për atë garë që ne shikojmë atje, dhe për atë medalje, dhe atë flamur kombëtar që është ngritur në vende të ndryshme të botës nga Romela apo nga Danieli, këta sportistë kanë derdhur djerës për vite me radhë. Është mund vuajtje, djerës, një stërvitje e jashtëzakonshme, me një mbështetje qesharake apo me një mbështetje krejt minimale nga shteti dhe nga strukturat e shtetit. Ndaj unë do të përdore këtë moment për të bërë apel shtetit shqiptar, të qëndroj në anë të këtyre sportistëve, jo vetëm për këtë moment. Hoqën foto më duke dhe more vesh. Por të qëndrojnë në anë të sportistëve elitar të peshkngritjes, sepse këta janë të vetmi që ngrën flamurin kombëtar në eventet botërore. Nuk ka asnjë sport në Shqipëri që të ketë sjell kaq shumë medalje dhe të ketë ngritur kaq larg flamurin e kombit. Peshkngritja natyrisht, por po flasim për një hapësirë shumë gjerë. Është fjala për mjedisa stërvitore të reja që duhen ndërtuar, është fjala për mbështetje ekonomike, është fjala për asistencë mjekësore kualitative, për një traumë që një sportist mund të pësoj gjatë stërvitjes, imagjino merr fundi gjithë karriera e tij sportive në një traumë të caktuar që mund të ndodhë. Dhe një gjë tjetër që do doja të evidentoja, folet për sportistin e nderuar Luan Shabani, i cili me rezultate të larta, po jo me rezultatet botërore të Romelës, u largua në momentet e ndryshimit sistemit bashkë me Piro Dhimën dhe disa sportistë të tjerë dhe ndryshuan qytetarinë e tyre sepse panë që e kishin të pamundur që të vazhdonin karrierën e tyre sportive si shqiptar. Romela apo Danieli apo sportistë të tjerë të cilët ngrën flamurin e kombit, unë po ju them që Bullgaria, Ukraina, Greqia, Turqia do të ishin të nderuara që t'i merrnin këta sportistë dhe qytetarinë e tyre dhe pasaportat e tyre që këta të garonin për kombet e tyre. Pra, nuk kemi vetëm sportistë elitar, por kemi dhe sportistë me integritet të cilët vazhdojnë të qëndrojnë dhe kanë një ideal në për flamurin e tyre. Ke bërë një reagim me njerë pas ngjarjes. Në fakt jam drejtuar Ilirit aty sepse kemi pas një bisedë me Ilirin në kohën kur Fevzo, miku ynë i përbashkët, promovoi librin e tij tek Pallati Brigadës. Edhe Iliri më bëri një pyetje dhe tha si ishte mundur, si të duk sa rezultati Romelës e Danieli, thash jam i habitur. Dhe në fakt habia ime qëndron që si ishte mundur sportist të këtyre niveleve me kaq shumë pak investime i përkthejnë këto investime, janë ngrënë, janë stërvitur, kanë udhëtuar, kanë jetuar për 6 muaj. I përkthejnë këto investime. 100.000 euro ka qenë totali. Kjo është lëvdata më e madhe që bëjnë, grand 100.000 euro. Përballë kemi Kinën që harxhon miliona euro. Kush i dhan 100.000 euro Ilir? Qeveria. Por përballë kemi Kinën që ka miliona euro. Mos u flasë me Kinën, se ata janë 1 miliard. Kemi Rusin, po kundër këtyre ka fituar Romela dhe Danieli. Daniel Godelli është kampion bote edhe në 2 garësh, është kundër Kinës, kundër Rusisë, kundër ekipeve më të mëdha. Romela ka mundur kampionen aktuale të botës dhe olimpiken në stilin e shkputjes dhe gjitha këto sa kanë kushtuar. Por unë do thoja, i dashur Arjan, është në të mirën tonë si shtet që të vazhdojnë investime, sepse Romela përpara, pak minuta përpara se ty në studio, po diskutonim edhe sa vite Romela do të vazhdojë të jetë peshkëngritëse elitare. Edhe sa vite? Nuk e di. Edhe disa vjet, 3 vjet, 4 vjet. Por çfarë do ndodh me brezin tjetër? Po diskutojmë vetëm një palestër që është në ditë hallit, tek stadiumi Qemal Stava, dhe është fjala për një komb i cili në këtë sport është duke dhënë vazhdimisht talente të cilat duhen mbështetur dhe duhen ndihmuar. Pastor, je i përpara në Fredoria. Sa njerëz do iknim nga rruga dhe nga rruga e keqe nëse do investojnë. Janë modele të përpara. Modele për shoqërinë të përpara janë, sigurisht jam dakord. Pastor, do e bësh tani urimin tënd apo do të dëgjojmë një herë verin? Unë me shumë dëshirë do të dëgjoj verin dhe bashkë me urimin tim mbase edhe dy gjërat po, edhe 2 gjëra së bashku me urimin. Pas Enverit. Pas e këndoj Enveri.
E buni gati zonë zotrinj, përvishni mëngët, qoni kokën lartë, dhe të dëgjoni pas pak e verë, një sekundë, sa të marrë shfrym, pas pak do këndoj e Enver Petrovci, për herë të parë të dëgjojmë Enveri, më rafika, si kështë në njerë, kemi pa në skenë, kemi pas i regjizor, të këndon të Enveri me një zë i lirë, ti nuk ke dëgjuar, se s'kishe mundësi. Unë Enverin se kam dëgjuar, po një herët. Ja diti, pa se ke dëgjuar ku këndon? Jo. As se i lezetshëm është, sa i ëmbël është. Ledjo, mos të thua që se ke bërë do të këshu kapçën nga të vëshëja Enverin. E kemi dhe. E kemi? Kënga ime bën fjalë edhe për këtë. Për kë? Të vranë bukuri. Të vranë bukuri. Pse të ne çdo gjë që është e bukur, kemi nevojë me e vra. Shisa i madh është, shisa i mirë është. Po ne do rikthehemi pas pak, mos u largoni. Është shumë e vështirë. Është i papar.